Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrin e përmend të parin prej 10 të përgëzuarve me xhenet. A thua vallë pse e përmend Ebu Bekrin? I pari i përgëzuar me xhenet Ebu Bekri. Nëse i analizon transmetimet rreth Ebu Bekrit, ngjarjet që kanë ndodhur me Ebu Bekrin, ndihma që Ebu Bekri ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim qartë se Ebu Bekri ka qenë njeri më meritor me qenën i pari i përgëzuar me xhennet. E para është dashuria e tij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dashuria e pejgamberit për ta. Dashuria e pejgamberit për Ebu Bekrin dhe dashuria e Ebu Bekrit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush është njeriu më i dashur për ty. Ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Pastaj prej burrave thot kush është? Ka thonë babai i saj, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj kush? Ka thonë Omeri. Pastaj tek libri Virtytet e Muhamedit e kom përmend. Kush e ka pyet pejgamberin kështu? E ka pyet Amr ibn al-As. Kush është njeri më i dashur? E ka pyet Amr ibn al-As. Thot se kur e përshkruan të folurit e pejgamberit, kur shkon të fol me një njeri, çaq o shpreh mirë, o shpreh bukur, ka shfaq dashuri edhe respekt për folësin, për atë që është duke i fol, saqë Amr ibn al-As ka menduar që është njeriu më i dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot ta shfrytëzoj rastin, ta pyes pejgamberin, mos po thot ti je njeri më i dashur te unë. E ka pyet, ka thonë prej grave Aisha, pastaj Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj ka përmend rend sahabi dhe kërkos për përmend Amr ibn al-As. Sa që ka thonë as sikur mos ta kisha pyet hiç.